Zonja e zotri deputet, dashur qytetar shqiptar, nëse ka një fitore të këtyre protestave, është pikërisht fakti se këto protesta deri tani janë paqësore, janë pa molotov, janë pa fishek zjarr, janë pa dhunë dhe mbi të gjitha i morën sheshin atje. Ja morën sheshin. Të hënë për të hënë, me krushje 20-50 veta, tani ata ta morën sali. Humbsi më i madh i këtyre protestave jeti sali. Dhe gjithë kjo përpjekja jote për të çuar punonjësit e syrit, për të çuar deputetët vjedhur atje, nuk ka asnjë rast në botë që të ketë një protest kundër CDU-s, CSU-s apo kundër SPD-s në Gjermani dhe nga AFD-ja dhe deputetët CDU-s të shkojnë ke një protestë AFD-s. Megjithatë, ky është një krahasim që pak e kuptojnë këtu. Sa i përket amendamentit 17 të propozuar nga Thomas Vajc dhe deputetët e tjerë të gjelbër. Gjoje se ta kuptosh. Ju për amendamentin 17 keni votuar kundër në Parlamentin Evropian. Ju. Sepse Partia Popullore Europiane në cilën bëni pjesë votoi kundra. Ju keni votuar kundra. Votoi, të lutem, se ishte në avion dikur është votuar. Dhe po ashtu edhe Partia Konservatore, po ashtu dhe aleatja e një tjetri këtu. Kështu që ju lutem shumë, duhet jeni serios. Partia Socialiste, Socialistët dhe Demokratët kanë votuar. Përfundoni, lutem. Fjali e fundit. Ne kemi votuar pro këtij amendamenti në Parlamentin Evropian. Ju keni votuar kundër, kjo është e vërteta për gjithë qytetarët shqiptar.